Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Labinot Regjës dhe lëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, duke krijuar një moment të tensionuar. Përplasja nisi kur Labinoti kërkoi nga lëndrimi që të ndalë ta thërras Noti. Ai theksoi rëndësinë e kësaj fjale për arsye familjare. Familja ime do të ketë problem me ty. Familja ime nuk ka qef që të dëgjoj duke më thirrur Noti, sepse kemi pas problem, tha Labinoti me ton serioz. Për të qenë në hap me Showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Lëndrimi reagoi me njëherë dhe paralajmëroi se është një kërcënim, duke i kërkuar respekt. Ti nuk mund të më kërcënosh. Ky është kërcënim, të lutem, tha ai. Debati u intensifikua kur Labinoti ngriti zërin dhe theksoi identitetin e tij. Quhem Labinot për të thënë, duke mbyllur diskutimin me vendosmëri. Kjo situatë mund të sjellë një zar të zi në shtëpi për shkak se nuk tolerohen kërcënimet brenda shtëpisë më të famshme. E dyshja gjithashtu kanë pasur edhe fërkime të tjera, po çfarë do ndodhë mes tyre mbetet të shihet.